Qeveria shqiptare ka miratuar një vendim të rëndësishëm për realizimin e projektit të pistës së Formula 1 në Elbasan. Në kuadër të këtij projekti ambicioz, do të shpronsohen pronarët e pasurisë që preken nga ndërtimi i Motopark. Vlera e shpronsimeve është përcaktuar në rreth 3.5 miliard lekë të vjetra, ndërsa afati përfundimtar i shpronsimit është brenda 3 muajve. Vendimi është marrë pas një propozimi të zëvendës kryeministrit dhe ministrit të infrastrukturës dhe energjisë dhe ka për qëllim që të hapen mundësitë për realizimin e një piste moderne për garat e makinave. Përmes këtij projekti, Shqipëria synon të bëhet vendi i parë në histori që do të pranojë Formula 1 pa pasur parametrat ekonomik të nevojshëm për këtë lloj ngjarjeje. Sipas vendimit të miratuar, pronarët e pasurisë së prekur nga ky projekt do të kompensohen në vlerë të plotë për pasurinë e tyre dhe procedurat e shpronsimit do të mbikëqyren nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor. Ky projekt pritet të sjellë përfitime të mëdha në zhvillimin e infrastrukturës dhe ekonomisë në rajon, duke pozicionuar Shqipërinë si një destinacion të mundshëm për gara ndërkombëtare të automjeteve. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në fletoren zyrtare dhe afatet për realizimin e tij do të varen nga përfundimi i procedurave të shpronsimit dhe regjistrimit të pasurisë së shpronsuar në favor të shtetit.